e brez pas brezi, shkolla Maria ka ndjekur të rinj në një pjesë të jetës së tyre, duke u krijuar atyre mundësi për të hapur rrugë të reja për një të ardhmë të ndërruar. Gjendëm në hyrjen e kësaj shkolle, e cila ka qenë shkuara e shumë nxënësve dhe të jetë e ardhmja e shumë prej tyre. Duke ecur dal nga dal në ambientet e saj, dua të tregoj një copës historie të vogël me një vlerë të madhe. Ishte data 12 shtator 2011, kur fillova vitin e parë të gjimnazit, ku kisha fituar provimin e pranimit në shkollën Maria. Me kalimin e ditëve, javëve dhe muajve, kur filluan të njimin njëri tjetrin dhe mësuesit, filluan të kuptonim vlerët që kjo shkollë na përcillte dhe të jetonim me to. Vihej një frymë tolerance, mikpritjeje, solidariteti dhe dashamirësie, jo vetëm midis nxënësve, por edhe në marrëdhënien mësues-nxënës. Në këtë shkollë mësuam me të vërtetë të respektojmë të tjerët. Mësuam se çdo njeri gabon dhe meriton të falet. Mësuam se gjithçka arrihet me dialog. Mësuam gjithashtu se suksesi nuk vjen vetvetiu, por kërkon angazhim maksimal. Por në shkollë nuk ke vetëm përparësi. Në shkollë duhet përgjegjësi e madhe si personale, ashtu edhe sociale. Me kalimin e kohës, fillon të kuptosh që kjo shkollë nuk të detyron të jesh dikush që nuk do, por të jep mundësinë të jesh vetvetja, duke u bazuar edhe në shprehjen të gjithë jemi të ndryshëm, por në fund të fundit të barabartë. Dal nga dal, filluam të njiheshim me historikën e shkollës. Mësuam që viti i parë i hapjes së kësaj shkolle është periudha 2004-2005, ku u krijuan 2 klasa paralele. Për më tepër, le të ndjekim një intervistë të Motor Carlës. Pyetja për Motor Carlën është: si ishte për ju të ishe drejtoreshe kësaj shkolle për 8 vite me radhë, duke parë brezat që iknin e të tjerë që vinin? Të dashur miqtë, ju falenderoj më shumë për ftesa që ne keni bërë për të marrë pjesë në këtë moment, në këtë fest. Tani jam në Itali, por kam në zemër histori që kam jetuar atje në Shkodër, në Shqipëri. Con l'avvio, l'inizio della scuola Mesme a Scutari è stata uno dei più grandi e significativi atti di fiducia che ho ricevuto dal Signore, non solo io ma tutta la comunità. Naturalmente qualcuno prima aveva già preparato il terreno perché potesse iniziare la scuola Mesme e potesse iniziare questa nuova avventura, questa nuova esperienza. Naturalmente è stata fondamentale la collaborazione con tutta la comunità per poter partire con coraggio e con tanto entusiasmo, anche con un po' di incoscienza. Abbiamo sognato insieme la scuola Mesme e il Signore ci ha permesso di vedere realizzato questo sogno. È stato un dono grande, è un dono grande quello di poter sognare qualcosa di bello e poterlo vedere realizzato. Il sogno di avere tanti giovani nella nostra casa, ai quali offrire strumenti importanti per crescere come persone e cittadini di questo mondo. E questi strumenti importanti sono la cultura, l'educazione, i valori cristiani e la gioia di scoprire e vivere la forza del carisma salesiano. Una cosa bella che mi porto nel cuore è anche il cammino che abbiamo fatto come comunità educante. Suore, insegnanti, genitori, giovani, insieme, per cercare il meglio per voi e con voi. Il lavoro educativo non è mai il lavoro di una persona, ma sempre di una comunità. Anche se ci fosse un insegnante bravissimo, il migliore di questo mondo, non potrebbe fare nessun lavoro educativo. Insieme lavoriamo per un progetto che ha voluto il Signore, che vuole il Signore. Dopo 10 anni, il Signore ci ha donato anche la gioia di vedere tanti giovani avviati alla vita e che guardando indietro hanno saputo vedere e riconoscere il bene ricevuto. Questi giovani li incontriamo ancora oggi sul Facebook, che ci raccontano, che si ricordano con emozione quei tempi trascorsi nella nostra scuola. E queste sono le gioie più grandi di chi in modo diverso è stato genitore, perché ha dato la vita
e tra questi ho la gioia di esserci anch'io. Auguro anche a voi che possiate continuare a vivere bene il momento presente, prendendo coscienza di quanto bene ricevete tutti i giorni, entrando in una casa che ha voluto Maria Ausiliatrice per voi. Faleminderit të gjithë. Në të vërtetë, ato vite kanë qenë shumë të veçanta për mua personalisht, por edhe për krejt qendrën tonë dhe për shkollën tonë, pasi pikërisht në koincidonte me 100 vjetorin. Atë seminari ka qenë një seminar organizuar bashkë me Etrit Salesian në qendrën Don Bosco, sepse kishim menduar që së bashku të ecnim të thellonim disa tema. Kurse vizita e Madre Marinela Castaños ka qenë shumë e veçantë për ne, sepse kjo motër, duke qenë e përgjithshme, ka drejtuar institutin tonë tamam në periudhën e rënjes së murit të Berlinit. Kështu që falë saj, motrat salesiane, me guximin që kjo motër ka pasur, janë rikthyer në Shqipëri. Për të tjerat, për suksese, këto nuk janë suksese, janë kënaqësi që Zoti na jep. Dhe mendoj që secili bën pjesën e vet, nëse secili bën mirë atë që Zoti ka ngarkuar, ne mundemi me ndërtu mozaikun e madh të jetës, por autori i bukurisë të mozaikut është Zoti. Shkolla jonë është së pari një institucion, por e veçanta kësaj shkolle është se frymëzohet nga sistemi edukativ i Don Boscos dhe Maria Mazzarelos, e cila transmeton këto vlera: tolerancë dhe mikpritje të ndryshueshmërisë, solidaritet, dashamirësi, falje, respekt, shërbim, dialog dhe pjesëmarrje, angazhim, përgjegjësi personale dhe sociale, rritje në besim dhe në jetën shpirtërore, ndershmëri, besnikëri, miqësi, sinqeritet dhe shoqërizim. Intervistë me motër Rakelën. A besoni se nxënësit e kësaj shkolle, kur të dalin në jetë, mund të jenë cristiani të devotshëm dhe qytetarë të mirë? I nostri giovani, oggi è possibile essere dei buoni cristiani e degli onesti cittadini. Soprattutto i ragazzi che hanno frequentato la nostra scuola nella quotidianità hanno respirato in un ambiente curato dei valori molto forti, valori umani, spirituali, morali, che li hanno aiutati a formarsi in modo integrale. Nella misura in cui hanno recepito dei valori e hanno capito l'importanza del saper dare ragione dei valori a cui sono stati educati, sicuramente saranno capaci di essere se stessi, di aprirsi agli altri, di vivere il valore della giustizia, della legalità, della solidarietà, dell'apertura al trascendente con molta più forza, perché nel corso degli anni sicuramente l'esempio, la testimonianza, il saper aver avuto anche persone che hanno saputo dare ragione, no, di tutti questi valori li aiuterà. Tante sono le generazioni che sono passate dalle nostre scuole, già dai tempi di Don Bosco e di Madre Mazzarello, abbiamo avuto ragione della riuscita di questi ragazzi, di questi uomini che poi nei vari ambiti professionali hanno dato il meglio, e quindi per noi è importante oggi continuare a credere che una scuola salesiana può continuare a formare buoni cristiani e onesti cittadini. Ndjekim intervistën me motër Mikin. Cili është sekreti që kjo shkollë të ketë qëndrueshmëri dhe vazhdimsi? Allora, sekreti e vazhdueshmërisë e kësaj shkolle. Unë besoj që nëse diçka ka me vazhdu, duhet të ketë cilësi. Por cilësinë në çdo drejtim atë, cilësia e shkollës është sigurisht cilësia e lendeve, cilësia e kalimit e dijes. Më ka vë gjithmonë përshtypje, kur kam pa fëmijë të vegjël, të cilët janë interesuar për çdo gjë, për gjithçka, duke pyetur pse,
Pse? Kanë dëshirë me shku deri në thellësinë e gjërave. Besoj që shkolla e ka këtë detyrë, me bë me shiju dijen. Dhe besoj që shkolla mund të ketë vazhdueshmëri nëse e ka këtë. Nëse ka këtë dëshirë me kalu dijen, dhe nëse bën me shiju dijen zërëse. Buskus është një shpikje shumë e bukur e mahniqme, sepse unë Busku ka besuar që shumë gjërave mund të parandalohet. Ishte bindur për një gjë, që asnjë person nuk është i keq, që mund të bëjmë në një veprim i keq, male kjo punë, sepse gabojmë, sepse harrojmë, sepse nuk na shkon ndërmend në atë çast. Por nëse është dikush pranë, i cili e kërkon me kujtu në kohën e duhur, atëherë edhe mund të mos t'i bëjmë ata gabimet. Atëherë është tepër më e bukur të parandalojmë disa gjërave. Don Bosco ishte i bindur që nëse ndihmon të rinjve me tregu ku është bukuria e jetës, atëherë ata mund të jetojnë bukuren. E kjo është sistemi parandalues. Kërkon me parandalu të keqen dhe me tregu bukuren e së mirës. E mira që plotson jetën tonë me gëzim dhe me lumturi. Se këtë duam, të jemi të lumtur. Kaq. Dhe, a mund të na transmetoni një mesazh të vogël për punën e madhe të mësuesve tanë? Puna e mësuesit, unë besoj që është shumë e rëndësishme, sepse mësuesi nuk ka vetëm me kalu dije e të njohurit, por mësuesi është duke tregu rrugën e jetës në gjithçka çfarë është, në çdo vështrim me të cilën të vështron, me çdo fjalë që të është duke drejtu ty, me gjithçka çfarë është duke transmetuar me jetën e tij, me sjelljen e tij, jo vetëm me fjalët e tij. Dhe me ka mësu me jetu këtë jetë lumtur dhe plot mësuesi im, pastaj pose që kishte sukses. Dhe uroj këtë sukses të gjithë mësuesve tanë. Në tetor të vitit 2011 u përfshim në aktivitetin e parë të kësaj shkolle, që quhej Festa Mirëseardhjes, e cila organizohej për t'i uruar mirëseardhjen viteve të para dhe mësuesve të rinj. Kjo ishte festë e përvitshme që festohej në shkollë që nga krijimi i shkollës dhe që do të vazhdojë në vitet me radhë. Ditët nuk vonuan të kalonin dhe sërish një aktivitet tjetër. Një festë të cilën nuk e kam dëgjuar më parë, trokiti në dyert e klasës sonë, Festa Solidaritetit. Mësuam se edhe kjo ishte një ndër aktivitetet e përhershme të shkollës sonë dhe për këtë festë organizoheshin lojra të ndryshme, që kishin si qëllim mbledhjen një sasie të caktuar fondesh, të cilat shkonin për familjet ose fëmijët në nevojë. Ishte vërtet diçka e bukur për mua ky organizim, të japësh nga vetja dhe t'i gjendesh tjetrit në nevojë. Ndërkohë që ndodhem brenda ambientit të shkollës dhe orët e mësimit po zhvillohen, le të ndjekim një intervistë të mësuesë Rodinës. Duke qenë se çdo vit organizohen festa të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe festin e solidaritetit, si ndikojnë këto aktivitete formuese tek nxënësit? Minoritet e forta shkollës tonë janë edhe festa që shkolla jonë organizon. Nxënësit do më thanë gjatë festave ndryshme, sepse të pas parasysh se në shkollën tonë na vinë nxënës shumë talentu, nxënës që janë piktorë, që dinë me ty, kena dhe nxënës që dinë me kënu, i nimon ato që me shpreh ato talentet e tyne para bashkëmoshatarëve tyne dhe para ne mësuesve. Mendoj se aktivitetet formuese në shkollë janë shumë të domosdoshme, sepse i ndihmojnë nxënësit që dalin nga rutina e përditshme. Është një nga pikat e forta të shkollës tonë, organizimi i festave të ndryshme. Nxënësit e ndihin vetin shumë mirë dhe besoj se kur bëjmë përzgjedhje në ardhmë te kjo shkollë është edhe një ndër pikat që nxënësit kanë parasysh edhe pyesin nëse zhvillon apo jo aktivitete. Atëherë, si çdo shkollë tjetër, aktivitete zhvillohen, por ne jo japim një rëndësi pak sa më të madhe se sa në shkollat e tjera. Pa harruar festat e nëntorit, njohja me rënjet dhe historinë e vendit tonë. E veçanta e vitit 2012 ishte 100 vjetori i pavarësisë, ku shkolla jonë u organizua për festimin e saj dhe në realizimin së bashku me ish-nxënësit e kësaj shkolle, një ekspozite në pedonale e cila u pasua me aktivitetet e tjera të shumta. Le të ndjekim intervistën e mësuesë Manjolës. Duke nditur se ju jeni apasionuar pas historisë, a ndihet po njëjtë pasion tek brezat e rinj?
Falenderoj për mendimin që keni për mua, si mësuesja e pasionuar, por gjithë këtë mendim ma keni vendosur ju, sepse në momentin kur unë jap mësime dhe ju shoh jam shumë të predispozuar me mësu gjithmonë më tepër historisë botërore dhe shqiptare, unë aty kuptoj që duhet më dhënë sa më shumë. Edhe është dëshira ime për më mësu që më bëjnë më tepër me një studiu dhe më bëjnë më tepër. Kjo është mendimi im. Dhe gjithmonë më tepër ka nxënës të cilët pretendojnë, kanë dëshirë me ditë më shumë për historinë, edhe e vazhdojnë më tej. Edhe kjo është domosdoshmë shpërblimi më i madh që mund të kemi një mësues në këtë rast. Ndërkohë që vitet kalonin, kurreshtja për të mësuar diçka më shumë rreth shkollës dhe mistereve të saj sa vinte dhe shtohej. Kështu mësuam se një festë tjetër e përvitshme që organizohej në shkollën tonë ishte loja e ëngjëllit, ku gjithë secili zgjidhte një emër dhe pikërisht atij personi do t'i bënte një dhuratë. Ndërsa krishtlindjet kishin kaluar, po fillonin sfida të reja, sidomos për vajzat, pasi po fillonte kampionati i përvitshëm i Don Boskos. Ky ishte një aktivitet në të cilin vajzat e shkollës sonë, ndër vite, kishin fituar vendin e parë dhe që duhej të sforcoheshin që të mbanin atë titull sërish. Kishte filluar në vitin 2004 me 2 klasa, por numri i nxënësve vazhdonte të rritej e bashkë me të interesi për të vazhduar studimet në këtë shkollë. Kështu në vitet 2005-2006 kemi praninë e 4 klasave, 2 vitet të para dhe 2 vitet të dyta. Në këtë vit ka filluar për herë të parë edhe konkursi i krijimtarisë dhe interpretimit. E s'mund të lëm pa përmendur atë e cila ka qenë gjithmonë e gatshme të na japë më të mirën e saj, që letërsia të bëhet pjesë e vogël me një vlerë të madhe për ne dhe për jetën tonë. Intervistë me mësuesa Aiden. Ju jeni ndër mësueset që keni parë ecërinë në shkollës sonë që në hapet e saj të parë. Çfarë mund të na thoni për rezultatet e maturave gjatë viteve në letërsi? Vi pas 10 viteve punë në shkollën publike dhe këto 10 vite që kam në këtë shkollë, domethënë ishte një iniciativë apo një diçka e re për mua, por vetë ambienti, komoditeti në këtë shkollë, kërkesat, të cilat u kërkoja në jetë, domethënë i gjeta në këtë shkollë. Unë jap lëndën e letërsisë dhe shikoj domethënë tek këta nxënës që prurjet që vinë në këtë shkollë, ndoshta nuk janë aq cilësore, domethënë për shumë arsye, por shikoj një eti për dije, një botë të madhe të pasur shpirtërore. Kam parë domethënë tek ata që me këtë eti dhe me këtë pasion, ato kanë arritur domethënë aty masa ose ato arritje të cilat unë ndoshta kanë dalë jashtë parashikimeve të mia. Dhe pas 4 viteve domethënë që ka qenë matura e parë, ishte një sukses, ishte një arritje e kënaqshme edhe nga ana e tyre domethënë, dhe kjo ishte edhe shpërblimi im. Ky ishte shpërblimi im. Duke dhënë lëndën e letërsisë, duke parë në botën e tyre shpirtërore kaq të madhe, domethënë, ato kishin nevojë për një orientim, për një pikë referimi që të shprehnin domethënë të gjithë fantazinë e tyre. Ishte dhe hera parë që ishte festuar festa e familjes. Intervistë me mësuese Leten. Bashkëpunimi me familjen, a është kjo një pikë e fortë në shkollën tonë? Për sa i përket bashkëpunimit me familjen, në shkollën tonë është bërë shumë. I nga tepër një njohësa prindërve në fakt, të cilët vazhdimisht ofrojnë e tyre sa herë që përpohet. Kisha dashur të falenderoj edhe nxënësit e shkollës tonë për arsye se janë tepër kujdesshëm për sa i përket mënyrës aplikimit edhe të ushtrimit të marrëdhënieve me njëri tjetrin, nga një anë edhe nga ana tjetër për sa i përket marrëdhënieve edhe mënyrës komunikimit me mësuesit. Si duket, kjo është pasojë e mënyrës edukimit që kanë marrë në familje të filluar që në vitet e para të fëmijës tyre. Kisha me thënë dhe plot gojen të menduar që janë në mësueset e para, në këtë qendër, në këtë shkollë, që jena me tepër fat që na vinë fëmijë të kësaj natyre, me të cilët pothuajse asnjëherë nuk kena pas probleme të asnjë farë lloji. Normalisht kjo i dedikohet shumë edhe backgroundeve të tyre nga një anë, edhe normalisht mënyrave të koordinimit të marrëdhënieve edhe të bashkëpunimit midis familjeve, mësuesave edhe nxënësve. Gjithmonë të pasë në qendër vëmendjes nxënësit, për arsye se janë ato që bajnë shkollën.
E në këto momente, vazhdoj të ecë në korridoret e gjata të kësaj shkolle, duke përfunduar një tjetër klasë, ku zëri dëgjohet dhe intervistë me mësuesi Riketën. Projektet janë mësimore që zhvillojnë bashkëpunimin dhe komunikimin midis nxënësve. Sa janë angazhuar nxënësit e kësaj shkolle në lidhje me projektet? Projektet janë një pjesë shumë e rëndësishme e procesit mësimor. Por sepse vetë projekti përfshin disa pika shumë të rëndësishme, që janë bashkëpunimi i nxënësve me njëri tjetrin, mënyra se si ndajnë temat projektet, mënyra se si arrin ta përfundojnë këtë projekt në kohën e duhur. Dhe mbi gjitha, i bën nxënësit të kuptojnë sa është e rëndësishme koha dhe mënyra se si paraqitet ky projekt. Një pikë tjetër e rëndësishme e projektit është bashkëpunimi ndërmjet landeve, sepse të gjesh një material nuk është gjithçka. Për ta punosh dhe ta paraqesësh në PowerPoint ose Movie Maker është një bashkëlidhje ndërmjet disa landeve. Duke vazhduar me pjesën tjetër të historisë. Kërkesa dhe rritja e nivelit të kësaj shkolle fillon të duket me vendosjen e një provimi që do shërbente për pranimin ose jo të nxënësve në këtë shkollë. Kështu në periudhën 2006-2007 numri i nxënësve kishte shkuar në 190, të orientuar në 3 nivele: 2 vite të para, 2 vite të dyta dhe 2 vite të treta. Që në ditët e para në këtë shkollë më kishte bërë përshtypje shpërndarja disa librezave të vogla që shërbenin për justifikimin e mungesave të nxënësve nga familjarët e tyre. Ky ishte një ndër rregullat që shkolla kishte pasur në krijimet e saj. Në fakt, që ditën e parë që regjistroheshim në këtë shkollë, së bashku me kontratën e shkollës, ne merrnim edhe rregulloren e shkollës që përmbante të drejtat dhe detyrimet tona. Ditët po kalonin dhe ne filluam të futeshim në thellësi të historisë dhe ngjarjeve që ndodhin në shkollë. Asgjë nuk ishte monotone në këtë shkollë. Edhe ditët e javës i organizojnë kaq bukur, ku çdo të hënë dhe të mërkur kemi 5 minuta takim në fillim të mësimit me mësuesen kujdestare për të folur për shqetësimet që mund të kishim dhe të dëgjonim këshillat që ajo na jepte. Kurse të martën dhe të enjten dëgjonim fjalimet që drejtoresha dhe përgjegjësia mbanin para nesh. Të premten ishte dita e veçantë, dita e lutjes, duke respektuar dëshirën e secilit dhe duke krijuar një hapësirë komunikimi shpirtëror tek nxënësit. Në vitin 2007-2008, jo vetëm numri i nxënësve ishte rritur, por edhe ai i mësuesve, i cili kishte shkuar në 36 veta, kurse numri i nxënësve në 256 dhe kishte 4 nivele. Ky do të ishte edhe viti i parë në të cilin do të zhvillohej edhe festa e Lantumirës. Për vitet e katërta, pasi në këtë vit shkolla do të përcillte maturën e parë. Në këtë vit do të bëheshin për herë të parë provimet e maturës dhe rezultatet që kishte marrë shkolla jonë nga maturat e para kishin qenë shumë të larta. Por le të përmendim pak numra, ekuacione e gjeometri. E kush tjetër mund të jetë përveç tyre? Intervistë mësuese Laura. A mund të na përshkruani nxënësit gjatë orës së matematikës? Pyetja është e bukur, por përgjigjja është e vështirë për mëdhenj, sepse matematikën kush e kupton më mirë si matematikë është e bukur është në shtore. Ajo ka vetë thamin edhe që ajo është mbretërisha e të gjitha landëve, por është edhe shërtorja e të gjithave. Në aspektin e paraqitjes së nxënësave në organizimin e matematikës, nuk mundem për me thënë që nuk është e lehtë për me dhënë një përgjigje të tillë për vetëm arsye se vetja e matematikës nxënësin sikur e bën pak të stepën. Por ama në momentet e shpjegimeve dhe të komunikimit dhe të bashkëpunimit të nxënësave, nxënësi është ai që merr situatën dorë për si lanë matematike dhe mundet për me punu lirëshe. Me nxënësat tonë punojnë mirë, ka vështirësi të veta normalisht, por mirë do të kishe thënë një përgjigje përfundimtare. Intervistë mësuese Volfrita. Duke pasur parasysh prurjet, rezultatet në fund të 3 viteve në lëndin e matematikës, a kanë qenë ato të kënaqshme për ju? Fillimi ka qenë i vështirë, pasi kena kaluar nxënës me nivele të ndryshme dhe ndoshta fillimi ishte pak i vështirë, sikur nxënësit edhe të mësuesit. Por në kalimin e kohës me një punë e madhe e
nxënës dhe një punë shumë madhe dhe mana e stafit, kuali që në fund të vitit të tretë, për mua rezultati ka qenë shumë i kënaqshëm. Biles për mua ka qenë një intensi edhe më e madhe, por stafet nxënësve të parlamentit kanë vazhdu degën e matematikës dhe kanë arritur rezultate shumë të mira. Kjo e thamë në ose ishte të vërtetësi që fliqin fjalë më të mira për këtë nxënës dhe kjo ka qenë një kënaqësi më të madhe që kam pasur në shkollë. Nuk mund të lë dot me një anë ato që kanë qenë, janë dhe do të jenë zemra e kësaj shkolle. Intervista me nxënësit. Uniforma perfekte e shkollës. Ka një vendim ndryshe, mund të jenë gjimsa, këmish, me kollare të kuqe për vajza dhe për përjet. Person mendoj se uniforma perfekte janë pantallonët e zi, si për vajza ashtu edhe për djem, edhe bluzë e bardhë. Si ndiheni në këtë shkollë dhe cili është vlerësimi juaj për të? Atëherë, është viti 4 muaj që frekventoj këtë shkollë dhe mendoj se vlerat që mund të transmetu janë tani shumë pozitive dhe mendoj se kjo shkollë ka shumë që më na ofron tonë si normë edukative dhe ashtu edhe vlerat similare. Sa janë përpjekur nxënësit e shkollës që ju të ndiheni të ambientuar sa më shpejt në këtë shkollë? Kam bërë dhe mirësiake viteve të para, por jam ambientuar shumë me lojën e tyre dhe shëndet e tyre. Si vjetë është dhe pse në vitë parë, një shumë mirë për vitit e tjera, kam një shumë miq të ri dhe mësuesit dhe stafi pedagogjik kanë shumë sjellshëm në një vitit e parë. Intervistë me ish nxënësit. Përshëndetje, jam Silvia Gega, jam ish nxënëse e Gjimnazit Maria. Më kanë dhënë ca pyetje që duhet të përgjigjem, të cilave do të përgjigjem me shumë kënaqësi. Pyetja e parë, si bëhet i parë kësaj shkolle, a mendoni se ka ndryshuar interesi për mësimin në krahasim me ju? Mendimi im personal është që interesi për shkollën faktikisht ka ndryshuar formë, por nuk mendoj që ka ndryshuar se sasi më shumë ose më pak. Mendimi im është që përgjegjësi që po vjen duhet edhe në kushten, siç keni qenë me, që nëse nuk ke interes për shkollën, nuk do arrish të ecësh në jetë, nuk do arrish as të gjesh edhe një punë minimale për të ecur në jetë. Mendimi është nga përvoja që unë kam pasur në universitet dhe jo se kam mësuar atë informacion të gjithë. Pyetja e dytë, a keni pasur përgatitjen e duhur për të përballur në universitetin pasi keni dalë nga zgjedhjet e këtij gjimnazi? Mendoj që kam pasur përgatitjen e duhur për të përballur në universitetin, unë studioj inxhinieri elektrike në Politeknikun e Tiranës. Kam ecur shumë mirë me mësimet dhe mendoj që baza që kam marrë nga Gjimnazi Maria më kanë ndihmuar shumë, ka qenë baza shumë të forta, ku unë sot kam jetuar 5 vite të universitetit. Momenti më i bukur që keni kaluar në këtë shkollë? Momente ka shumë momente të bukura që kam kalu në këtë shkollë, se ka qenë edhe shkolla që na ka dhënë mësim me kalu momente të bukura. Po unë më mend gjithmonë kanë qenë bisedat që bashkë me mësuesat, me gjithë mësuesat. U lafshim me gjithë klasa bashkë edhe mashim një temë, nuk e di që o shqetësote ose ishte bisedoshim gjithë asaj temë. Këshilla juaj për nxënësit që do të vinë më pas? Këshilla jame është t'jenë t'lirshëm për çdo gjatë, ta kenë domethënë të ditën se do të jenë një shkollë që i mirëpret, edhe mos kenë frikë për asgjë, vetëm se atë duhet përshënojnë te ato mësime. Përshëndetje gjithëve, quhem Eliona dhe bëj pjesë në mbresjen e parë të maturantëve të shkollës Maria. Ju përshëndes të gjithëve. Nëse do të ktheheshit në kohë dhe do të ishit përsëri në klasën e 9, a do ta zgjidhni sërish këtë gjimnaz? Unë sigurisht që po, sepse me zgjedhjen e gjimnazit është vendosur edhe karriera ime më tejshme, zgjedhjet për universitetin, për vendin e studimit. Kështu që përgjigja është po.
Mësuesi ose mësuesja që ka qëndruar më afër gjatë viteve të gjimnazit. Me thënë drejtën, në gjimnaz jam ndje shumë e ndjekur nga mësuesit. Edhe gjitha na kanë qëndru afër. Këshilla ime për nxënësit e shkollës Maria është kjo: ju lutem, linja i fonat më njanë dhe studioni shumë, sepse dhe t'ju shërbej për të ardhmen tuaj. Nga viti 2004-2013, në shkollën tonë janë regjistruar 757 nxënës. Teksa udhëtimi tim në këtë shkollë po i vjen fundi, kujtimet, momentet e paharrueshme, lojrat e shumëllojshme, aktivitetet formuese, takimet të përvitshme me prindër, gjithçka, nga detajet më të vogla deri tek ata që lënë gjurmë, trokasin furishëm në mendjen dhe në zemrën time, duke më bërë të kuptoj që vitet 2011 dhe 2014 do të mbesin përjetësisht pjesë e imja dhe pavarësisht çdo gjëje do të jem përjetësisht pjesë e kësaj shkolle. Udhëtimi im po mbaron, kthej kokën rreth e rrotull e pastaj drejtoj nga qielli, i cili bart mira kujtimet tona, mësime, momente, grindje, buzëqeshje, lot. Një jetë, një ardhme. Faleminderit dhe gëzuar 10 vjetore Maria Ndihmëtare.